Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të konfirmuar edhe një herë një lajm shumë të bukur për të gjithë ju fansat të Luizit, një lajm që në fakt na ka emocionuar të gjithëve. Louise Ailey konfirmisht po rikthehet në televizionin Top Channel. Çdo të premte do ta kemi në televizionin Top Channel me emisionin e tij, një emision që do të jetë për herë të parë në tregun shqiptar, një emision që nuk ka qenë kurrë në Shqipëri. Të paktën forma se si Luizi do ta sjellën nuk ka qenë kurrë në Shqipëri. Louise Ailey ka folur për këtë emision, e ka pranuar më të vërtetën. Ju e dini shumë bukur që edhe në intervistën të cilën ma dha mua, Luizi tregoi që është duke planifikuar që të bëjë një emision dhe ai në fakt ishte hapi i radhës. Këtë mendim, këtë dëshirë, këtë ndjesi, Luizi e ka shtruar në tavolinën e televizionit Top Channel me patjetër. Televizioni Top Channel si një nga fabrikave e emisioneve e ka mbështetur këtë rrugtim, ja ka dhënë dorën Louise Ailey dhe sot Louise Ailey do të jetë vërtet një konkurrent i madh edhe shumë i fortë në tregun medial. Emisioni do të ketë një emër të veçantë. Unë dyshoj që do të jetë Louis Show, sepse vetëm Louis di të bëj show. Është një emision që do të ketë shumë gjyra brenda. Ashtu siç skena është ndërtuar, do të thënë që është skenë gjigande, ku Luizi do të ketë fatin që të performoj emisionin e tij, aty do të ketë edhe mysafir, emisione të ndryshme, karaktere të ndryshme, histori të ndryshme, rrëfime të ndryshme, këngë, adrenalin, lot, nga fillimi e deri në fund. Do të thonë çdo të premte në televizionin Top Channel do të bëhet dinamik e madhe. Si do të pritet Luizi? Luizi do të pritet me shumë dashuri nga të gjithë ndjekësit, këtë gjë ma besoni. I bindur jam që Luizi do të fletë edhe për eksperiencat e jetës së tij, edhe për gjërat private të jetës së tij, të gjitha ato lëndime që në fakt ja kanë bërë Luizit nga inati dhe nga xhelozia. Luizi do t'i fletë në këtë emision. Do të jetë një emision që në fakt do të na mbërthejë të gjithë për ekranin dhe do të shohim Luizin në një dimension tjetër. Më kanë pyetur shumica Tiranë si mendon, a mendon që Luizi do ta përballon pjesën e moderimit se nuk është e lehtë. Luizi është talent i lindur, të lindësh talent nuk është e lehtë, është dhuratë prej Zotit. Luizi di të moderojë gjithçka, Luizi di të këndojë, Luizi di të bëjë show dhe Luizi me patjetër që do ta zotësoj kaq bukur këtë emision, saqë do të jetë shembulli se si duhet moderuar dhe se si duhet mbajtur publiku mbërthyer për ekranin. Unë në fakt e pres me shumë dashuri sepse këtë bombë të madhe ma ka dhënë fillimisht mua dhe me patjetër do ta komentojmë në të gjithë rrugtimin që do të bëjë Louise Ailey.